që kjo protest është prap e shitur. Shko problemi. Në protest ka njerëz, shiko, në protest ka njerëz. Në protest ka nga të gjithë llojet e njerëzve. Realisht. Sot kisha humbur edhe një filmives. Ja, unë po them Sali, mblidh vathën vlla, se të kanë ikur dhe ata të tut, po vjen protest. Po, gjysma është PD-ja. PD-ja është në protest. Ore, është në protest? Bashkia është në protest. Bashkia është protest. Gjithë janë protest. Gazetar, pedagog, njerëz në ardhë nga jashtë. Ti vrasësh kaos në një personi i cili nuk është fare as i shitur as i gjë. Kanë shkuar persona për një kauzë të tyre. Cilat kauza? Është shumë e vështirë që pra, dhe në qoftë se është ashtu situatë. Nuk e din fare, cilat kauza? Ti ke qeveria. Jo, nuk e kanë gjithë projeksionin njësoj. Ke qeverisja, çfarë është? Edhe unë do dalë, edhe dhe kauzën kam pikërisht arrogancën, mos transparencën. Pra jam dakord me projektin, po bëje të qartë që unë, më fal, ajo që theti çfarë përfitoj unë, që ai përfitimi që thuhet, mos thuhet, shiko, sa bukur thot sepse Rama është jashtëzakonshëm. Ai thot është marrë, thot arkitekti filan, thot më i madhi. Ore, se nuk i hedhë në gjitha këto në tavolinë dhe... Diku e kuptova unë sa serioze ishte protesta, kur thanë që mbaron në 11 qershor, kur fillon kampionati. Të them unë ishte shumë serioze. Qa bëra unë... Po do ke trënë Rama deri 11 Unë, thënë drejtën, kam qenë 20 vjetë pedagog dhe ajo që duke parë, duke folë me disa aty, kishte gjimnazist. Gjimnazist me frym ekipi, me frym kishte student. Kishte student që, aty janë ndes shumë gjëra, student që kuptojnë tani në Tiranë se sa e shumë janë qera dhe që shohin që atë që thatë, që plazhet nuk janë më aq kollaj të aksesueshme, nuk shkojnë dot në plazhet cilat i shohin në Instagram, nuk shkojnë dot se shëzlloni 50.000 lekë, e shohin që plazhet tjera që ata mund t'i kenë parë me një piknik, nuk do ta shohin mas këtë as atë, pra në këtë thjeshtësi të gjës, ajo godet. Kështu që prezi i ri me thënë drejtën mund t'i ketë shumë thjeshta ato kërkesat edhe shtytjen për dalë në protest. Jo, shiko, dhe të mendosh një gjë tjetër që shiko, një pronë që zë 7 kilometra det ballë, e kupton, është edhe një... 15 kilometra ishte e gjitha. Jo, balli ka një, shiko, edhe në konceptin e pronës, edhe në konceptin e gjithë shkaje, kur balli, pra, prona mund t'jetë dhe kështu, ndërtimi, mund t'jetë dhe në këtë formë, mund t'jetë dhe në këtë formë. Momentin që zë një balë, pra një sea view, që të quhet angli, pra një qasje nga deti 7 kilometra, përgjithësia është jashtëzakonshme. Zakonisht nuk lejohet.